Astrid Hysena, 54 vjeç, në ditën e tretë të përmbytjeve në Durrës, ishte nisur për në punë, por u gjeti pa jetë në një kanal kullues në zonën e ish repartit ushtarak pranë Plepave. Familjarët po japin lamtumirën e fundit mes dyshimeve të forta se ai e humbi jetën në krye të detyrës duke pastruar kanalet, ndryshe nga çfarë pretendon kryebashkiakja Emiriana Sako, se në momentin kur ka marrë dhe ujit nuk ka qenë në punë. Klediana Bërsheni, mbesa e 54 vjeçarit, rrëfen se daja e saj ka dalë si çdo ditë tjetër për të shkuar në punë në orën 5 të mëngjesit, pavarësisht insistimit të familjes që të mos shkonte për shkak të situatës së krijuar nga moti i keq. Deri në orën 10:30, kur Hysena mbaronte orarin zyrtar të punës, familja nuk është shqetësuar, por pasi ai nuk është kthyer në shtëpi, kanë bërë kallëzim në polici dhe menjëherë kanë nisur vetkërkime. Daja është nisur në punë si gjithmonë në 5:30, në orarin e tij të punës, si normalisht. Përderisa kanë parë gjendjen dhe situatën, edhe familja ka tentuar të ndaloj që mos shkoj, megjithatë ka qenë njëri shumë i mirë, shumë i përpikt në punë, është nisur si gjithmonë, deri në momentin që ai mbaron punën në 10:30, normalisht nuk kemi ndjerë asnjë shqetësim. Shqetësimi më vazhdoi mbasi nuk u paraqit në shtëpi. Sepse normalisht ishte edhe situata e tillë. Pritëm pak orë, shumë pak orë, dhe filluam kërkimet, ne si familje. Për shkak të situatës, sepse po të ishte një ditë normale, nuk do nisim asnjë kërkim. Pastaj e pam që nuk po na vinte dhe vajtëm bëm denoncim në polici. Fatkeqësisht janë koha që duhet presim, 24 orë për të marrë denoncime. Kemi filluar direkt kërkimet vetë, dhe kemi parë nga kamerat e vendit të paktën afër shtëpisë që deri në orën 8:25 ai ka qenë duke punuar tek mbikalimi i parë i këmbësorëve kur vjen në aksin Plepa Durrës. Pastaj ai që aty nuk është parë më. Dhe vendi ku është gjetur dhe ne dyshojmë ku ka rënë është pikërisht në kanalin, në një kanal të vogël që është në zonën ku është parë për herë të fundit. Dhe rrjedha e ujit, kur të merret të nxjerr pikërisht në vendin që ai është gjetur. Domethënë ne e dim saktësisht thuash, përveç se ku ka rënë dhe ku kanë qenë çastet e fundit dhe nuk mund të përbaltet figura e tij, duke thënë që nuk ka qenë. Domethënë ne si familje kërkojmë në këtë pikë pak respekt për figurën e tij. Do gjë është e dokumentuar dhe ne kemi pamjet filmike, të cilat në kur të jetë momenti i dur dhe ne do t'i vëmë në dispozicion, absolutisht po. Detaje më të forta rrëfen djalit i Xhaxhait Osman Hysena, i cili thotë se ka në duar pamje filmike nga kamerat e sigurisë që tregojnë momentet e fundit të 54 vjeçarit para se ta merrte rrjedha e ujit. Ai thekson se deri në momentin e fundit të jetës, Hysena ka qenë në krye të detyrës dhe në pamje filmike në orën 8:30 shihet edhe momenti kur ai po pastron kanalet nga plerat me ujë deri në gjuhë. Ka qenë ora rreth orës 8:25 biles po ta shohësh dhe në ato filmimet e kamerave që kemi ne, dhe mbikalimi aty ka qenë ujë deri te gjuri, edhe ai prap blithe letrat ishin sipër ujit dhe i hidhte te koshi. Këto dyshojmë ne që janë momentet e fundit që ka qenë në jetë. Mbas kësaj nuk kemi asnjë lloj informacioni. Ka qenë deri në momentin e fundit të jetës ai ka qenë krye detyrës. Nëse ndonjëri ka ndonjë pamje filmike mbas kësaj ore, atëherë ne i themi le të na i vënë në dispozicion. Por nga kamerat që kemi ne deri në 8:20, 8:25 ai ka qenë duke punuar, duke mbledh letrat dhe duke i hedhur në kosh. Për përmbytjet në Durrës, prokuroria ka nisur hetimet për 3 vepra penale: përdorimi i detyrës, shkatërrimi i pronës me përmbytje dhe shkatërrimi i pronës nga pakujdesia.